Prokuroria themelore në Prizren njofton opinionin publik se në bashkëpunim me hetimet rajonale në Prizren, pas një hetimi disa mujor duke zbatuar masat e veçanta hetimore, kanë realizuar kontroll në rajonin e Prizrenit, me qras kanë arrestuar të dyshuarin me inicialet YM për shkak të dyshimit të bazuar se ai ka kryer veprat penale, fajte nga neni 331, blerje, posedim, shpërndarje dhe shitja pa autorizuar e narkotikëve dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve, i pandehuri me inicialet YM që nga muaji dhjetor i vitit 2024 e në vazhdimsi në Prizren me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm të pasurisë për vete, kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në këndim të shërbimit dhënjes së borxhit, duke shfryzuar gjendjen e rënd financiare të dëmtuarit me inicialet SSH, në atë mënyrë që i dëmtuari për shkak të gjendjes së rënd financiare nga i pandehuri merr të hollat me kamat prej 10%, pasi që viktima nuk arrin t'ia kthejë të pandehurit me kohë të hollat për muajin vijues për shkak të kamatës, i pandehuri kërkon edhe shumën shtesë për çdo vonesë, derisa kamatat vazhdojnë të rriten në vazhdimsi dhe bëhen të papërballueshme për viktimën. Kontrolli është realizuar në rajonin e Prizrenit, ku pas grumbullimit të provave, gjatë aplikimit të masave të veçanta hetimore në teren, i pandehuri është arrestuar në flagrancë me të hollat e pranuara nga viktima. Gjatë këtij aksioni është kontrolluar shtëpia dhe objektet përcjellëse të dyshuarit, me që rast prokurori i shtetit ka sekuestruar 5 kavanoza qelçi dhe 3 qese plastike me substancë narkotike të llojit marijuan me peshë prej 1 kg e 57 gram, një peshore elektrike, 2 grinder, 2 telefona mobil, një pistolet e kalibrit 9 mm, një karikator të zbrazur, një pistolet tjetër të kalibrit 9 mm, një karikator me 9 fishek, një armë automatike llojit të panjohur, 81 fishek të kalibrit të panjohur, një automjet Opel Astra. I pandehuri arrestuar gjendet nën masën e ndalimit për 48 orë dhe brenda fatit ligjor për të njëjtin nga Departamenti i Krimeve të Rënda do të parashtrojnë kërkesë për caktim të masës së paraburgimit. Prokuroria themelore në Prizren vazhdon të mbetet e përkushtuar në luftën ndaj krimit, forcimin e sundimit të ligjit dhe vënien para drejtësisë të gjithë atyre që bien ndesh me ligjin.